Që uroj edhe njëherë të gjithve fitoren historike në Bratislava. Në këtë ndeshje të fundit e kuptoj e gjithë bota se nuk është rastësi që keni ardhur deri këtu. 6 ndeshje rresht pa humbje. Vetëm gjatë vitit të fundit kemi fituar ndaj Suedis, Slovenis, Islandës e Slovakisë. Turqia sigurisht se është ekip i mirë, por edhe ju e dini se çfarë jeni në gjendje të bëni kur luani si ekip. Ndaj mos e shikoni kundërshtarin më shumë se sa vetën. Ju e keni kundërshtarin e fortë të martën mbrëma, por ata e kanë kundërshtarin edhe më të fortë se ju. E ai jeni pikrisht ju, djemtë e Kosovës. Kualifikimi në Kupën e Botës është hap i jashtëzakonshëm për Kosovën si shtet. Është moment që na vendos në skenë ku na sheh e gjithë bota. Sipas FIFA-s, rreth 5 miliard njerëz nga mbar globi e kanë ndjekur të paktën një pjesë të Kupës së Botës në vitin 2022. Besonin veten tuaj ashtu siç besojmë secili prej nesh në secilin prej jush. Pas jush është jo vetëm një shtet, por një komb i tërë. Janë tifozët në stadium, janë familjet tuaja, janë qytetarët në çdo vend banim, fshat e qytet, dhe janë të gjithë shqiptarët kudo në botë. Kjo mbështetje masive është forca juaj, merreni me vete në fushë. Kjo është momenti për ta shtruar historinë tuaj dhe të Kosovës. Dilni në fushë dhe tregoni kush jeni, luani lirshëm, luftoni për njëri tjetrin dhe jepni maksimumin për çdo minutë të lojës. Na prifte mbara e ju faleminderit. Të dashur qytetar, triumfi në Bratislavë në kuadër të play-offit për kampionatin botror 2026, ku Slovakia u njoh me futbollistët e rangut botror nga Kosova, përbën një moment dhe sukses historik për vendin tonë. Një fitore nesër, po ashtu do të përbënte një arsye për të mbledhur sërish ne këtu. Në rast kualifikimi në Kupën e Botës, do të ndajmë edhe 1 milion euro të tjera për përfaqësuesin tonë në futboll. Sot